lënduar. Së pari po e nisë këtë intervistë duke ju shprehur ngushëllime në lidhje me tragjedinë e cila na preku edhe neve, është një numër i madh të vdekurve, një numër i madh të lënduarve. Cili është epilogu i kësaj ngjarje, zoti Taravari, a mund të na informoni? Ashtu sikur që ju e paralajmëruat, deri tash zyrtarisht janë 59 të vdekur dhe afër 160 të lënduar që trajtohen në Maqedoni dhe jashtë Maqedonie. Rafërsisht 20 prej këtyre të lënduarve janë në gjendje pak më kritike, të cilët trajtohen aktualisht kryesisht në Bullgari, Greqi dhe në Turqi. Pacientët të cilët janë në Maqedoni, gati se gjysma e këtyre shërohen në Maqedoni, janë realisht në situatë relativisht stabile tash për tash. Si është në fakt gjendja e tyre kështu, a ka ndonjë më të lënduar? Po ka lëndime kryesisht janë djegje, edhe të rrugëve të frymarrjes, po edhe të lëkurës, por ka edhe disa pacientë të cilët janë të lënduar edhe me thyerje të eshtrave, po kryesisht janë djegje. Kështu që pacientët kritik shërohen tash në jashtë Maqedonisë, kurse këto pacientët që janë në gjendje relativisht stabile, shërohen në spitalet në Shkup, në 3 spitalet e Shkupit. Ju jeni aktualisht rrugës për në Greqi, apo nuk gaboj? Po, aktualisht rrugë për në Sa persona po trajtohen atje? Në Greqi deri në këtë moment janë 8 pacientë, kurse me njerë nesër në bazë vizitës së Greqisë vazhdoj për në Sofje, ku janë 14 pacientë që shërohen. Kush duhet të marrë përgjegjësinë në lidhje me këtë tragjedi, zoti Taravari? Unë këto 2 ditë prej dje deri sot, ma shumë jam marrë me gjendjen shëndetësore të atyre që e përjetuan këtë tragjedi. Besoj se organet e hetuesisë merren me arsyen edhe faji kujt është që ndodhi kjo tragedi, dhe kjo nuk është e para në Maqedoni, është e 3 apo e 4, me siguri e dini. Njërë ndodhi me një autobus në Laskarc, pastaj ndodhi me një spital modular, mandej ndodhi me një autobus në Bullgari që u toq, ku ndruan 54 njerëz, kështu që kjo është hera e 4 që ndodh dhe që kemi parafërsisht 60 viktima. Policia ka arrestuar, me sa po informohemi nga mediat atje, 23 persona si të dyshuar për përfshirjen në këtë tragjedi. A mund të ndani më shumë informacione në lidhje me këtë? A është kjo një lloj lëshimi, nuk janë inspektuar këto vende, apo se çfarë ka ndodhur? Pasi kryen hetime, unë nuk du të ndërhyj në detaje. Me siguri organet hetimore do të dalin me rezultatet e caktuara. Unë për disa e di se janë privuar prej lirisë sa njerëz, gjithashtu e di se kryetari komunës së Koçanit sot dha dorëheqje të parevokueshme, kështu që prioritet për mua si ministri i shëndetësisë është shëndeti i pacientëve që e përjetuan këtë tragjedi. Mandej shohim edhe fajtorët. Si e keni parë në fakt solidarizimin dhe ngushëllimet drejtuar nga shqiptarët, qoftë në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, drejtuar viktimave, familjarëve të viktimave në këtë komunë, ku dihet se nuk ka shqiptar në Koçan? Po, realisht solidarizimi ka qenë i jashtëzakonshëm, jo vetëm i shqiptarëve, po i të gjithë shteteve posaçërisht Shqinje, po edhe shteteve tjera të cilët janë mike të Republikës Maqedonisë. Ministri i parë i shëndetësisë që mu paraqit ishte ministri i Bullgarisë, qysh gje në orat 8:30 në mëngjes. Mandej ishin ministrat e shëndetësisë të Shqipërisë, Arben Vitia, pastaj ministria e shëndetësisë e Shqipërisë, e Malit të Zi, e Serbisë, pastaj e Turqisë, Greqisë. Tash kërkoj ndjes në qoftë se disa nuk i kam përmend
ambjen paratit Bosnjës dhe Hercegovinës, e Kroacisë, e kështu me rast. A ju kanë ofruar ndihmë, zoti Taravari, Kosova, Shqipëria? Patjetër, çdo njeri prej këtyre që më është paraqit është ofruar edhe për ndihmë, edhe për pranim të pacientëve, edhe eventualisht ndihmë tjetër në materiale mjekësore apo diçka tjetër që na duhet. Kështu që të gjithë pa përjashtim kanë afruar me mundësitë e tyre të japin ndihmën që munden t'u afrohen pacientëve që e përjetuan këtë tragedi. Gjithsesi, shqiptarët Maqedoni, jo vetëm shqiptarët, po mendoj se këto momente tragjike i pashkruajnë të gjithë njerëzit dhe besoj se këto 2 ditë nuk ka pasur dallim etnie apo fe në solidarizimin e njerëzve me këtë rast tragjik. Sot ka pasur, me sa jemi informuar, protesta të dhunshme në Koçana. Ka të lënduar atje? Nuk kam informata, me që nuk kam informata, me siguri nuk ka, po e di se ka pas një farë proteste në komunën e Koçanit. E kishin edhe demoluar lokalin Puls, nëse nuk gaboj, quhej. Ashtu e pash edhe unë në disa lajme, po informatat e detajuara nuk kam. Për lëndime të pacientëve gjithashtu të njerëzve nuk kam. Do me thënë, me siguri nuk ka diçka që është alarmante dhe që duhet të brifohem si Ministri i Shëndetësisë. Pra, numri viktimave është ende 59, apo? Deri tash oficialisht 59. Ato të cilët janë në mjekësinë ligjore për të konstatuar, domethënë, arsyen e vdekjes. Zoti Taravari, 2 ditë më parë është marrë në pyetje një ish ministër i BDI-s, Krishtik Bekteshi, nëse nuk gaboj, a mund të ndani diçka me neve, pse ndodhi kjo? Dëgjoni, lejet për funksionimeve këtyre lokaleve miren prej Ministrisë së Ekonomisë. Zoti Bekteshi ka qenë ish ministër i Ekonomisë, nuk e di tash detaje, besoni se kretë kjo ndodhë për nuk ka 4 tetore, edhe s'mund të them, e di se është tirë në kështu për të marrë informata prej ministrit, deri ku është puna edhe çfarë ka konstatu prokurori, nuk kam informata realisht. Zoti Taravari, para se të inkuadroheshim me ju në këtë emision, patëm në studio dhe një ish nënkryetar të Organizatës së Veteranëve të Luftës, teksa diskutuam edhe për vdekjen e babait të ish presidentit Thaçi. A keni ju ndonjë mesazh për familjen e presidentit Thaçi në lidhje me vdekjen e të atit? Unë e ndajta edhe mbram një status në rrjetet sociale për të shpreh ngushëllime për Bab Haxhiun, babën e ish presidentit Thaçi, duke u shprehur ngushëllimet më të sinqerta prej meje drejt familjes tyre. Zoti Taravari, ju shpreh edhe një herë ngushëllime të sinqerta nga studio jonë këtu. Ju falenderoj shumë për kohën që gjetët edhe pse jeni rrugës për në Greqi, atje ku do të merrni ndoshta edhe informata se çfarë po ndodh dhe si e kanë gjendjen të lënduarit nga kjo tragjedi. Ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit për mundësinë. Shumë falenderit. Ndërkaq të dashur shikues, sonte në emisionin Politiko me Kushtim Sadikun do të keni mundësinë ta ndihni një intervistë me Christopher Highland, një mbështetës i njohur i çështjes së Kosovës. Në një intervistë ekskluzive ka folur për marrëdhëniet e SBA-ve me Kosovën, zhvillimet në lindjen e mesme, luftën Rusi-Ukrainë dhe ndikimin e administratës Trump në Ballkan dhe më gjerë. Ai gjithashtu ka shprehur ngushëllime për familjen Thaçi pas ndarjes nga jeta të babait të ish presidentit Hashim Thaçi, duke përshkruar atë si një njeri të dashur dhe të respektuar nga të gjithë.